Përshëndetje, mirë se u gjej, jemi drejt për së drejtin ekranin e televizionit kombëtar Klan. Do të kemi sot të ftuar në studio një artist I cili njihet tashmë si një nga DJ-t më të famshëm në Shqipëri absolutisht, me një karrierë tashmë të pasur prej shumë vitesh, por edhe si një personazh televiziv shumë simpatik, teksa kemi parë shpesh herë të angazhohet në projekte të ndryshme artistike, duke kontribuar pa diskutim me gjithë atë njohuritë e veta, informacionin e vet, gjithçka që formimin e vet artistik për ta përçuar pa diskutim tek brezat më të rinj. Edhe në Australi ka shkuar, pra e ka çuar le të themi karriera e tij si DJ, me udhëtimesh dhe koncertesh. Ne do ta kemi sot të ftuar në studio pikërisht për të na rrëfyer disa nga momentet më kryesore të kësaj periudhe të fundit të jetës së tij, prej 4 vitesh ndërkohë është bërë dhe babai një djali, kështu që do ta pyesim pak edhe për këtë moment dhe sigurisht edhe për rubrikën e 31 pyetjeve. Do të kemi një atmosferë shumë të bukur sot në studio me DJ Sardin ose Sardi Sheu, e presim në studio. DJ Sardi, mirë se erdhe. Sa kënaqësi që të kam në studio. U bëm shumë kohë. Po të parë, realisht na kishte marrë malli dhe vjen shumë mirë që të kam. Po, vërtet. Tash ta komentojmë çik lukun tënd se si një DJ nuk mund të ishte shumë I zakonshëm apo jo. Jo, sot jemi zakonshëm se jam tatuazhet ndërkohë mos I fshis edhe ato pjesë e lukut tënd I ke gjithkohës. Sa tatuazhe ke gjithsej? Tash nuk e di, më nuk I kam numëruar. S'është bëjnë bërë të 2 karat, kam shtuar edhe foto të djalit dhe do filloj edhe me kurizin, kështu që. Po, mund të vi një ditë që të mbulohesh komplet nga tatuazhet, e mendon? Apo do lësh ta zona kështu? Jo, ta zona do t'i lëm. Cila zona do lësh pa? Për shembull këtu. Po mendoj faktikisht ta bëj këtu. Po thonë që dhëm shumë edhe. Se shoh atë Fedez në Itali që e ka bërë dhe nuk e shikoj dot fare, me thonë të drejtën, ai ka të egzageruar. Po jo më, është shumë tuar, nuk e di domethënë, aq shumë sigurt ka kap njëri nga fyti. Duket se me golf. Jo, sigurt ka vënë një njeri duar të fyt, kur e sheh atë sikur po I merret fryma dhe mua më bezis shumë. Si një golf leshi që e ke këtu gjithkohë. Mos e bëj aty. Ajo është nga zona e kaluara. Ke vënë tjera sa të thuash. Falenderoj që je këtu, djali si mirë. Shumë mirë. Tash është pak së mur, po në këtë moment po më shikon dhe besoj nga të shkuara. Falenderoj që je këtu me mua sot DJ Sardi. Ulemi, reatohemi dhe le ta nisim me një profil që kemi përgatitur për të, edhe pse tashmë e njohim mirë DJ Sardi, por gjithsesi e sjellim për të gjithë ata që janë duke na ndjekur. E shohim. Sa shumë gjëra Sardi, kur I sheh kështu. Ndërkohë, cili ka qenë koncerti më I fundit, në cilin Jo, që ka mirë kur I kemi një pauzë gjatë sepse pas kemi shumë gjëra. Bëhen shumë gjëra bashkë për të ndërtuar kronikat tona, insertet e bukura. Cili është udhimi më I fundit ose koncerti më I fundit nga cili vjen? Koncerti I fundit jashtë ka qenë në Mykonos në Verë, që e kam para shumë përhershme edhe në Itali. Aha. Po, shumë shpesh u thonë zakonisht në janar shkurt, përveç këtij viti nuk kam shkuar në Australi. Sepse aty është sezon veror. Aty është sezon veror, po un kam duhet të koordinohem dhe me DJ-n Erik Pritz që unë I bëj që shkoj bëj koncertet që kemi atë llojin e bashkëpunimit. Aha. Siç kam qenë në Cavo Paradiso dhe në Australi. Përpara 2 vjetësh që kemi pasur një ku bëhet Melbourne Open. Te salla Melbourne Open është Rod Laver, që kanë qenë 3 net sold out nga 50.000 veta në çdo natë. Wow, fantastik. Edhe është një nga show më të bukur të Erik Pritz, që është holo show, që është holograma. Nuk e di. Duhet të jetë spektakolare, ma vërmendje. Ajo ka qenë. Duhet të jetë jashtëzakonshme. Të them të drejtën, unë tash I bëj diku në këtë verë bëj vitin e 25 DJ. 25 vite si DJ. Po. Wow. Dhe për herë të parë kur kam vajtur atje, kishte një lloj organizimi që të them të drejtën, aq sa e u më patë emocionin si nga e para, por dhe u trishtova njëkohësisht. Sepse ishte një lloj niveli tjetër, edhe menaxhimi, edhe respekti, dhe teknike, çdo gjë, domethënë vërtet u ndjeva artist dhe besoj gjithë ato vujtjet që kemi kaluar, po themi që në kohët më përpara, u duk sikur shpërblyer për diçka dhe duket si një pikë që ke arritur, po tashti ku e mendoja para 10 vitesh, toja po të arrit atë pikën do ta lë. Por tashi duhet kërkon dhe më shumë. Tashi është gjithmonë dhe më shumë. Kjo të çon përpara, gjithmonë ëndra. Realizon një ëndër edhe shfaqet një tjetër në horizont. E kam pasur, më thënë thosha, e kam pasur vërtet gjithmonë një ëndër atë gjën që ndodhi. Më thënë e kam përfuturuar gjithmonë veten atë gjën që ndodhi dhe ka qenë dhe një se mund të them që jam dhe çik me fat zakonisht. Alies, ai është promotori im që më ka bërë bashkëpunim atje. Atje në atë natë ka qenë për të ardhur dhe një DJ tjetër që është pjesë e stafit të Erikut, Kristof,
Edhe që unë do ndaja një orë ai, një orë unë setin. Edhe gjatë gjithë kohës Alesio donte që ta isha unë gjithmonë në fillim, po sa ai doli në fund. Dhe thoshe që përgatitur për vetëm për një orë set në çdo natë, më 3 netë të risha. Unë i thosha që ai nuk do vi. Ai tjetri nuk do vi se nuk e kisha një kështu dhe unë do përgatitem për 2 orë, thosha. Ai thoshte jo, mos ashtu se se do zgënjesh, domethënë. Dhe unë i thosha jo, unë do përgatitem për 2 orë se e ke manifestuar siç po, se nuk i dihet, i thash, se nuk i dihet, i thash. Dhe një ditë përpara koncertit, sepse unë kisha vajtur çik më përpara sepse kisha edhe show të tjera në Australi përveç me Eriko, se kam një tur zakonisht, kështu 1 muaj që bëj. Ditën që ka ardhur Eriku në Australi, unë do dila në darkë faktikisht që Alesio kishte një koncert me 50 Cent, edhe unë mezi po prisa faktikisht të dilja me atë dhe thash që takoj edhe 50 Cent, dhe më tha, s'ke për dalë, tha, do rish në dhomë, do punosh, tha, sepse nesër, tha, je në 3 ditë në vazhdim do jesh vetëm ti, tha, sepse ai që ti thoje nuk do vi, tha, nuk erdhi. Nuk erdhi, kështu që dhe gjithë pjesa do të ngjelin aty. Dhe një shans i papar, dhe gjithë show është ndarë në 2 orë set unë dhe 2 orë set Eriko. Shumë bukur. Si e kujton fillimet se ti the 25 vite DJ, domethënë para 25 vitesh të thoje DJ, duke kështu si alien, ëh? DJ ishte gati baraz me alienin, duke shumë strange apo jo. Si kanë qenë ato fillime kur e kujton dhe kur i krahason me sot, me kohët sot? Shiko, kur unë fillova, them të drejtën, normalisht babi donte që unë bësha pianist ose ndiqja rock muzikës, po gjithsesi kompozitori, mjeshtri madh nga Musheu. Donte që të ndiqja, domethënë. Ai donte që ti ishe në të njëjtën linjë. Po nuk po e kuptonte domethënë që DJ është e njëjta gjë, domethënë po është e moderuar. Ai të shihte si kompozitor. Ai të shihte si kompozitor. Muzik filmash, simfonirash, koncerte, violin orkestër, pikuri, ëh? Po besoj që edhe këtë do të realizoj si ëndër. Shiko. Po flasim pak më vonë, por kur ka nisur në fillim, zakonisht unë kam bërë Akademinë e Arteve, më thënë Universitetin e Arteve. Dhe njëkohësisht kam bërë dhe në korrespondencë kam bërë dhe ekonomikun. Dhe ka qenë pak e vështirë në atë kohë sepse unë mbaroja natën në orën 5 mëngjesit, shkoja në shtëpi, bëja një dush, vishesha dhe shkoja në mësim. Dhe kthehesha pastaj flija në drek. Sakrificë e madhe. Domethënë ka qenë një 4 vjeçar shumë i vështirë për sepse ishte po pasioni duhet të ketë shumë i madh. Shiko, ndonjëherë them që kur i ri mund t'i bësh. Tash ti për shkakun po të më thuash është tepër vështirë, sepse do edhe trupi. Prandaj duhet shfrytzuar ato vitet. Janë vitet e vërtetës. Do mundova për shkakun të bëja një master të ri dhe prapë kur ti shkëputesh nga një shkollë do t'i bësh njëkohësisht aty pa shkëputur. Sardi, si është jeta e natës sot, sepse kam lexuar kohët e fundit artikuj të shumë që thon për gjeneratën Z, e cila nuk është shumë e interesuar për jetën e natës. Domethënë si e sheti në perspektivë, se janë ende, ata sa kanë filluar ndoshta në moshën për të qijuar jetën e natës dhe duke se janë disi të tërhequr. Ti e ndjen këtë gjë apo janë thjesht artikuj ndoshta për ta bërë çik më interesante? Ka një diferencë. Ka një diferencë nga koha jon me kohën tani dhe nga koha jonë. Po flasim në kohën më përpara, njerëzit dilnin për të argëtuar dhe nuk ishte rrjete sociale. Dilnin për të kënaqur sepse të shkosh në një vend, për shembull, atëherë nuk funksiononte me Instagram, për shembull që unë jam në një klub sot, një klub nesër. E kështu atëherë unë isha rezident në një lokal X, domethënë dhe gjithë dilnin. Vinin aty. Vinin aty, kishte klientelën e vet, pak a shumë ne u njihnin se ishte ajo aty dhe muzika i bënte të kërcenin, të haronin hallet e gjithë javës, streset. Dhe ne kishim atë detyrën për të hequr atë stresin e asaj dhe nuk kishte të vinin gjithë për të kërcyer, nuk e kishin mendjen e telefonit. Kurse tash rrjetet sociale kanë çorditur pak situatën, them të drejtën. Por gjithsesi këtu po bëhen feste shumë të mira, ka akoma evente shumë të mira, ka gjenerata e re, domethënë që janë shumë largëmishëm me muzikën. Dhe bëjnë shumë festa. Dhe bëjnë shumë festa, dhe ka filluar shumë festa, vërtet dhe shumë festivale që më përpara nuk kanë qenë. Me tematika, po edhe lloj muzikash që më përpara nuk kanë qenë, ose kemi qenë neve që i miksonim të gjitha bashkë, po themi. Kurse tash sikur po ndahen pak gjërat, por gjithsesi nuk është e njëjti entuziazëm. Si më parë, mase ndikon shumë gjëra, nuk është vetëm pjesa jetës natës, ndikimi. Në lidhje me muzikën edhe me formimin tënd muzikor artistik, një këshill të rëndësishme që ti e mban vath në vesh që ta ka dhënë baba yt, kompozitori Flam Musheu. Shiko, unë babi faktikisht më ka lënë shumë të lirë të eksperimentoj me këto. Më thoshte që për fillim unë kam për këdo që flasë për muzikën, unë kam 3 autorë që kanë themeluar muzikën. Që unë filloj me Bachun, pastaj kalon te Mozarti dhe Beethoveni është vazhdimi i gjithë muzikës që është sot.
Me thënë, dhe babi ka qenë gjithmonë që po të ndjekësh harmoninë e baut, këto dhe thoshte jenë në rregull. Po thoshte gjithmonë që ki parasysh që melodia dhe fabula që do jetë, është gjithmonë çelësi i suksesit. Dhe çelësi i suksesit është që muzika të rinë në kohë. Unë besoj me këngët që kam bërë si me Dafinën, si me Alban Skënderajin, këngët janë akoma që dëgjohen dhe ka, besoj dhe kënga me Dafinën, me Letrin, më duket se bën 14 vjet. Po. Tani dhe unë vazhdoj, jo, e dëgjoj, më thonë unë e kam maruar ta luaj vetë faktikisht, dhe kam filluar ta dëgjoj duke, do thënë Dafinën e këndoj, Letrin dhe që e vazhdoj të luajnë edhe nëpër radio. Dhe kjo mendoj që është sukses, sepse që i mbijetojnë kohës, po. E fitojnë betejën me kohën, sepse tek muzika kjo është, muzika e mirë është ajo që reziston gjatë. Tjetër që të bësh një hit sezonal, i cili të bëhet shumë atë verë, kalon verën tjetër nuk dëgjohet më, sepse del një tjetër. Pikërisht, po kam një që mbeten dhe ridëgjohen, këto bëjnë diferencën. Po kam dhe një kështu që unë me muzikën nuk bëj kompromis. Sepse unë kam qenë dhe pjesë jurish në festivale, që kam pasur dhe ne thash dhe babaj më ka lënë shumë të lirë, sepse unë kam bërë të debate dhe me babajnë tim që më thënë kush jam mund që t'i jap kritika, por që ai edhe një herë më ka dëgjuar dhe unë i kam thënë që ka raste që në qoftë se mua nuk do të pëlqejë një material jote, unë do ta skualifikoj. Nuk ka rëndësi se je babai im apo se kush je, do thonë ose miqtë e babait ose edhe pedagogët e mi. Paske edukuar mirë babi. Më thonë nuk ka lënë që të mos të kesh kompromis me muzikën. Bravo babi, se kjo tregon që të ka formuar siç duhet ai. Merit e babit edhe këtu, ë? Patjetër. Ai kur ka dëgjuar ti japësh të përgjigje, jam e sigurt që është deri lumtur. Jo, në fillim faktikisht. Jo, ka thënë çfarë djali kam rritur, duhet të jetë krenar për ty. E vërtet është, por unë nuk e kam shfrytzuar babin shumë. Si emër faktikisht. Unë kur kam qenë pjesë e këngës magjike për herë e vitin e parë, Arditi nuk e ka ditur që është djali i flamurit. Vërtet, në fillim? Jo, në vitin e parë. Vitin e dytë e mori vesh pastaj nga skaleta që... Okej, se është e pashmangshme, do ta merrte... Jo, e mori vesh nga skaleta. Jo, nuk e ka ditur. Dhe me thonë, nuk e kam... As në akademi, shumë pak e kanë ditur që, se unë babi nuk viti në akademi. Bravo. Kur unë kam qenë ato. Më pëlqen kjo. Dhe kam dashur gjithmonë ta mbaj larg nga pjesa ime. Pra ti ke bërë rrugën vet, e ke bërë rrugën vet, gjithmonë kam pasur dhe ato konflikte, sepse aty ti dukesh muzika ndryshe, do thënë, tjetër muzikë, tjetër ashtu, po tash i ka rënë dakord edhe me muzikën, me kështu dhe gjithmonë më merr mendime dhe pjesën e fundit kur ishte në festivalin e 64, që ishte pjesëmarrja e tij e 50. 50 pjesëmarrje në 64 festivale, do të thënë që ishte një rekord. Pas ka pas jubile. Që më vjen keq faktikisht që kaloj pak edhe pa u përmendur ajo gjë, sepse nuk besoj se do ketë një kompozitor tjetër që do kapi 50 festivale si pjesëmarrës. Por gjithsesi këto janë gjëra që besoj që do puna e tij flet vetë dhe janë që beten aty edhe që janë nga ato punë që rezistojnë gjithashtu kohës, kështu që ai e ka bërë. Dikush i afërt më ka thënë që desa ti jesh në punë aktiv, s'do dalësh as në intervista sepse do të flasi puna. Dhe pse unë prandaj jam shumë i rezervuar. Në daljet e mia, kështu nuk kam as dëshirë sepse kam shumë projekte duke bërë dhe duke e qartë. Po ti ke zgjedhur që të lejosh punën të flas për. Shumë mirë puna se sa. Flasim pak për Zajs. Se Zajs është djali yt 4 vjeçar, ti do doje që dhe ai të merret me muzikë? Unë do doja që ai të merret me çfarë do që ai të ketë talent. Vetëm që ai duhet ta zbulojë se unë ta zbuloj se çfarë talenti ka. Mendoj që ka një vesh muzike, por që nuk dua ta imponoj. Po. Me thënë, do ta lë të lirë sepse mendoj që çdo njeri në botë ka një talent të caktuar në një fushë. Por ai që e zbulon se çfarë talenti ka është ai personi më fatlum. Sepse po të bësh një punë që ti nuk e ke talent, por e bën sepse je rutin, je skllav i asaj gjëje. Po të bësh një punë që ti e ke talent dhe ti e zbulon talentin që ke, atë do jesh më i suksesshëm në jetë. I bie të mos punosh asnjë ditë, ë, të bësh diçka që ke pasion, në sensin ta shijosh, ta shijosh punën që bën, po ta shijosh. Në momentin që ti fillon nuk e shijon më atë gjë, mendoj që do të stopohet gjithçka. Do të gjesh rrugën, se ndoshta ke humbur rrugën edhe duhet të gjesh. Për mendimin tim gjithmonë duhet të eksperimentosh dhe të gjesh. Shiko, Zajs faktikisht ai ka Zajs Denzel Shehu. Ka dy emra. Zajs e ka vënë shoqja e ngushtë e Jonisës. E mamit? E mamit. Denzel ja ka vënë Alessio, që është kumbari vet. Sa bukur. Dhe Shehu është emri normalisht, po Zajs është dhe një fshat këtu në Shqipëri. Ku
Kur shkon rrugës për në Kosovë, ka një tabel që lexon Zari, se gjithmonë. Ju keni lidhje me atë Jo, vend? kemi lidhje fare, unë kam marrë vesh më vonë, duke ikur në një tur në Kosovë dhe lexova. Është shqiptar që ta dini, se mos u thoni emri juaj është emër shqiptar. Të gjithë më thonin që pse ja këto kështu ja këta artistët që zgjedhin. Po tani të emra. Dhe mua kur më doli kjo gjë e pashë, e thash do ta them një ditë. Po bravo. Prandaj theksova. Më ngeli do të thotë thash do ta bëj një ditë do ta them. E vërtetë, bëre shumë mirë. Mirë, Zajsi është 4 vjeç tani. Si je ti si print, si baba, si do ta përkufizoje ti veten tënde? Shiko, unë jam edhe i mirë dhe i keq. Sepse me thënë i keq jam sepse unë mungoj në shumë raste, për shumë sepse edhe puna që kam më detyron që a i zjorë të mëgjes që i kën kopësht, unë jam në gjumë, pas e takojme pak mas dita, a i flep më shpejt dhe sa unë mund t'jem në studio duke punuar dhe vje i gjej kur ndrohet, du me thënë, e kam pak të qekë, po mundohem t'a regulloj pak dhe këtë pjesën e... Që sepse a i shëritur t'a shqitë bëm pyetje, babit sot ke punë, sot s'ke punë, ke punë të gjata, apo ke punë të shkurtë të presun, thot, do më ishte kërvati im, të jastiku në mëgjes, dhe thënë, kemi këto t'a shqitë shëritur dhe është akoma më afër me. Sa bukur. Me bashkëpunimin e mamit, ne kemi një surprizë të bukur për ty sot. Le ta shohim pak. Erdhi babi në shtëpi, është i lodhur kush e di, se punon e lodhes shumë, që i lumtur të jem unë. Babi sa gjithë të dof shumë, të kam zemër, të kam në bote. E baqë me jetë e gjatë dhe me fati një mrekulli, një dritdielli. Shumë i mirë. Edhe a i këtë, e merë malli për ty, edhe këzot shumë kur vjen babi në shtëpi. E vërtet është, ku me thënë, zakonisht më rrimë për etalit, thot lozi me pistoleta, këto. Bukur. është një gjë, do të një emocion që është i papërshkuar shumë. Absolutisht është një moment i arzakonshëm. E keni në planet tuaja për t'i bërë një motor apo një vlla? Së shpejti apo kur? Neve e pysim të shpes, se kjo është qik gjelos, dhe kështu neve thot jo nuk dua, thot nuk dua. Për momentin. Oke, rrugët pasaj duke parë duke bërë. Nuk e dim, nuk dua t'a lë vetëm faktikisht, sepse unë kam dhe vlla, kam dhe motor, po nuk dua t'a lë vetëm, sepse dua që të rritet bashkë me një motor ose një vlla. Por a i për momentin nuk e do në shpi, për momentin. Kur të pindet a i, nuk e dim. Do është edhe vendosit e. Me që më kujtove motrën, tani se nuk mund mos të të pyes, se ne kemi pasur speaker e këtu, gazetare në televizionin Klan, Fioralba Shehu, Misha Gji, që të gjithë e mbaj mund shumë mirë, se ka qenë një profesionist e vërtet, është larguar nga Shqipëria, është vendosur, na jep në një lajm. Jeton Andi. Ta kujtojmë pak Fioralba, ne kemi një moment ja tek është Fioralba, një gazetare mirë njohur në ato vite, në Angli, po jeton në Angli me bashortin dhe me fëmijët. Këthimi këtu nuk e mendojnë ndonjëherë, do është ajo për të rikthyer televizionit, nuk e ka në plan. Ka shumë vite që besoj që janë shumë stabilizuar atje s'kam se... Pa atje nuk është se merret me televizion? Jo. Okej. Ishte interesante ta rishinin Fioralbën ndoshta kur vinte në Shqipëri. Mase mund të kthehet një ditë, po nuk e disbesoj. Nuk besoj sepse kanë krijuar një stabilitet atje që... Me thënë dhe unë po të isha në një pozicion tjetër, sepse unë ka vajtur në Australi për shumë, kur djali sa po më kishte lindur, ishte 2 vjeç. Dhe po të isha pa fëmijë, me thënë mendoja që mund të kishe vendosur të marrë një vendim të asaj natyre. Por djali më ka mbajtur këtu familja, Jonisa, babai, mamajnë, me thënë të gjithë gjërat, më kanë mbajtur këtu, kështu që ndonjëherë janë dhe shenja që të bëjnë për të ndonjë këtu. Mase do japim diçka më shumë këtij vendi. Bukur. Patjetër që je duke i dhënë gjithë kontributin tënd të çmuar, absolutisht. Jemi tek momenti rubrikës me 31 pyetje, janë shumë pyetje, kështu që përgjigjet duhet të jenë shumë të shkurtra dhe unë do doja që ta ndiqim edhe me shumë dinamikë edhe nga zonjat tona të publikut. Atëherë, gati me DJ Sartin për rubrikën e 31 pyetjeve. Le të nisim me të parën. Cila është pyetja që nuk të pëlqen kur ta bëjnë? Ta nisim nga kjo. Nuk kam ndonjë pyetje që s'më pëlqen. Nuk e di të kem ndonjë kështu, po para kam se gjithmonë. Çfarë të bën të qeshësh me gjithë shpirt? Zonjat e publikut ju ftova të ishit më të përfshira. Po. Më bën të qesh momentet edhe batutat që mund të jenë të momentit të dur. Se na kujtohet ajo i qeshur ajo. E di, po për shkak po ta bësh prapë atë batut, nuk më vjen prapë, nuk mund të qesh prapë sëri. Tani ne këtë bëm, cila ka qenë këshilla më e mirë që të kanë thënë lidhur me karrierën?
Të jesh autentik, të jesh autentik. Të jesh autentik, bukur. Ke mundur ta gjesh sekretin e lumturisë? Patjetër që po. Cili është? Familja. Familja. Çfarë do t'i thoje sot vetes tënde 20 vjeçare? Me gjithë të rrugtim që ke bërë, çfarë do t'i thoje nga ajo që ti di sot për gjithë perspektivën? Mund të kishe punuar pak më shumë në kohën më përpara. Ose mund të kishe studiuar më shumë, domethënë që mos të kisha kaq shumë kohë për të realizuar diçka shumë të madhe që do të realizoj çik më vonë. Okej, do t'i thoje pra që nuk do punosh dhe aq shumë, por ama suksesin do të arrish, mos u përgërak. Sa orë gjumë bën çdo natë? Çdo ditë, çdo natë. Në më kam dita zakonisht të drejtën. Po një 8 orë, 7-8 orë. Po mirë. Cila është gjëja e parë që do të bësh sapo dalësh nga kjo studio? Do shkoj te djali. Do shkosh? Te djali. Direkt te djali. Cili është aktiviteti më me shumë adrenalin që ke bërë, domethënë nga koncertet e tua, i më jashtëzakonshëm? Ai absolutisht ai Amerik Prince në Melbourne në Australi. Në Australi. Cili është objekti pa të cilin nuk do t'i le kurrë nga shtëpia? Makina. Makina. Nga shtëpia, makinën e fus në shtëpi apo e ke me kam me makinën jam kështu gjithkohës, më thënë. Okej. Kam shumë vite që nuk kam marrë patentën. Edhe për të bler bukën me makinë. Për të bler bukën poshtë jo, po e kam objekt që nuk dal kurrë nga shtëpia pa çesë makinën sepse e di që e ke gjithmonë. Duhet të dal dhe do kem shumë punë lëvizje dhe kam të pamundur të lëviz në këmbë. Po. Si do ta përshkruaj veten tënde me 3 fjalë? Faktikisht kjo është pyetje që do të më bërë mua, do të bërë tjerëve që më shikojnë. Si e sheh veten tënde me 3 fjalë? Po tash të themi suksesshëm unë nuk e di them vërtet, se nuk do të jem as kështu po. Po je, mund ta themi. Pas e mund të jemi suksesshëm, po do të isha akoma më shumë, po me 3 fjalë, karizmatik, energjik. Dhe këmbgulës. Këmbgulës, bravo. Çfarë do duhet të përmirësoje tek vetja ose të ndryshoje më saktë, se përmirësohesh. Çfarë do duhet të ndryshoje tek vetja nëse ka diçka? Temperamentin. Temperamentin. Si do ta doje të ishte? Ta kisha pak më të qetë, isha pak më. Do duhet të ishe më i qetë. Sepse kam temperament shumë ndonjëherë, do të thënë, kam temperament të sanguin. Okej. Nëse do të bëje një tatuazh të ri, çfarë do të ishte dhe ku do ta bëje? Ose më saktë, tatuazhi i radhës, ku do të jetë dhe si do të jetë? Këtë nuk e kam vendosur akoma, po kam një zonë këtu boshe do të bëj diçka. Atë ndoshta me ngjyra, bardhëzi? Bardhëzi, ngjyra nuk e di, nuk e kam vendosur akoma. Facebook, Instagram apo TikTok? Unë TikTok s'kam fare, nuk e di fare, nuk i shoh, Instagram, Facebook kam. Facebook e përdor për të parë lajmet që ndodh, kurse Instagrami është për mjet punë tashmë. Po. Të kujtohet emri i shokut apo shoqes së kopshtit? Unë s'kam qenë në kopësht. S'ke bërë kopësht? Jo. Të kam bajtur mamë me babin në shtëpi, e rritur me gjyshërit ndoshta. Gjyshërit dhe kam vajtur deri në klasë parë në shkollën Kosova. Kështu në klasë të parë. Beson në dashurinë me shikim të parë? Me shikim të parë jo, por me sinjale të para. Me sinjale të para. Cila është kënga që ke dëgjuar më shumë këto kohë? Atëre këtu do të ndalem çik se nuk është një këngë, sepse unë po bëj nuk mund ta bëj shkurt. Po, patjetër. Unë jam duke realizuar disa këngë për këngën magjike, si kompozitor. Për edicionin e ardhshëm. Po punoj për festivalin e radio televizionit. Shqiptar për festivalin e këngës. E dimrit, po. E dimrit. Dhe po kam realizuar një ëndër ose një punë që kam nisur para 10 vjetësh, që do të bëj një koncert piano orkestër, që sapo kam mbaruar të gjitha pjesët dhe tashmë do më duhet ta kthej në një projekt që ta prezantojnë te institucionet përkatëse Ministria e Kulturës dhe te opera, që ta kthej në veprën mase mendoj për sezonin e ardhshëm në tetor. Bukur, do të ishte diçka shumë e veçantë, është diçka shumë e veçantë që, me thënë, kjo ka qenë ajo gjë që unë nuk e kam menduar se ta bëja kurrë, por që vjen një ditë që vjen një frymëzim dhe vjen dhe pjekuria e muzikore që piqen edhe kushtet e rrethana të gjitha dhe ti ndjesh gati. Bukur. Cili është kujtimi më i bukur që ke me nënën tënde? Kujtimi i parë që të vjen? Kam shumë. Ndonjëherë është ajo që thoshte mami thotë kur themi që mami thotë mbulohu, kujdes se mos ftohesh. Nuk janë vetëm për të ftohur, po janë mesazhe që jeta është shumë e vështirë, do të kesh kujdes, do të ruhesh nga gjithë gjërat. Me thënë, kam kuptuar, i kuptoj më vonë dhe më ka thënë. Ki kujdes, ki e vetëm kujdes. Më ka thënë, do ta kuptosh, kur të bësh prind, do ta kuptosh se çfarë kaloj unë. E vërtet. Cila ka qenë gjëja më qesharake që ke dëgjuar ose ke lexuar të thuhet për ty? Një gjë që të ka bërë për të qeshur. Bën për qeshur janë shumë, janë këto ku zakonisht
të showbizit, ka qenë një periudhë që jo nda me këtë u bë me atë, të zakonshme. Nisha një foto, është me këtë, kur ndërkohë unë isha... Ishte sigurta dhe ndërkohë, vetëm mund të sigurta dhe mund të qeshe, tosha, kur i shikoja për shumë, isha me atë, me shoqën edhe shikoja, më shu që qeshtë. Mirë, nëse do t'jetoje në një qytet apo shtet tjetër, cilin vend do të zgjidhje? Australin. Australin. Mësimi më i hyrë që ke marrë nga prindrit e tu, paka shumë i tham nëse do zgjidhet diçka tjetër, cili është një talent i fshehtë i yti që njerëzit do të surprizoheshin nëse do ta mësonin? Sporti. Sporti. Merresh me sport. Dhe çfarë sporti? Unë kam pasur pasion dhe kam pas futbollin, domethënë dhe futbollin dhe kam luajtur edhe në fushë të mëdha me futbollista profesionistë dhe bile s'm kanë varë dhe gjurin, kam bërë atë se lënë, domethënë do të operohem nga gjuri, domethënë aq pasionat kam qenë të futbollit. Wow. Kam luajtur me Daniel Xhafën që lozin për qef, dhe kam shumë miq në futboll. E ke një peng faktin që s'e ke vazhduar futbollin? E kam, por që ndonjëherë është ajo gjë që thash që do zbulosh talentin se mbase atëherë unë mendoja që mund të jem shumë mirë, po talentin e kam te kjo tjetra, nuk e kam. Ke pasur prirje, dy prirje, sepse thënë që njeriu ka vetëm një prirje. Po sepse mama ime është sportiste, ka qenë voleybolliste dhe ka qenë fushë fizkulture, kështu që e kam nga të dy anët. Është shumë normale. Si do e përshkruaje stilin tënd të veshjes, vetëm me dy fjalë? Stili im, ideja është që duhet të krijosh një stil tëndin personal dhe mos të ndjekësh ekstravagant ose sportiv ekstravagant. Varet nga ambienti, sepse unë vishem me papion, nuk është se varet nga ambienti edhe vendi ku jam. Këshilla e vetme që do të jepje djalit tënd sot, një këshill. Mos haro kur kush je. Ku e sheh veten tënde pas 10 vitesh? Për momentin, po jetoj të tashmen, pas 10 vitesh nuk e di. Cila është telefonata e fundit që ke bërë? Me asistentën tuaj për para se të vjetë. Ti këtu në studio. Cili është gatimi që nuk ha gur, që s'të pëlqen? Pjata që s'të pëlqen? Gatimi spesat mbushur. Spesat mbushur. Cili është pseudonimi më i çuditshëm që të ka thirrur? Ndoshta kur e qenë i vogël. Më përpara më thishin Tiesto, më thishin disa shok Tiesto, që është DJ Tiesto që ka qenë atëherë dhe në kohën kur ka filluar unë. Më thishin Tiesto. Ta ideja e pseudonimit DJ. Mund të ndash sot një sekret me ne? Diçka që ne se dim. E thash, do është koncerti që dua të bëj që është sekret, domethënë që unë po them për herë të parë. Ti sapo e the. Është për atë piano orkestër që dua ta realizoj. Po. Nëse do të mund të zgjidhje një epokë tjetër për të jetuar, cila do të ishte? Vitet 80. Vitet 80. Pse? Muzika asaj kohe? Muzika dhe jeta dhe edhe mase jo në Shqipëri, se nuk po them Shqipëri, po flas në botë, ka qenë një revolucion muzike. Në vitet 80 ka qenë muzika, me thënë për tjetuar dhe edhe kur shikon ato filmat e vjetën me është shef muzika, harmoni në njerëzit, ka qenë si më paqësore se sa momentet që po kalojmë tani shumë vështira. E vërtet. Çfarë është diçka që ke dashur gjithnjë ta provosh, po ke pasur frikë? Edhe e ke lënë, e ke shpangur. Është motori. Motori. Ka pëlqyer, por nuk ke kuptuar. E kam qef, më pëlqen kështu ta shikoj, po nuk e marr mundimin fare. Nuk e marr mundimin. Okej, bukur. Dhe një përshëndetje sot për fansat e tu, se unë e di që janë të shumtë dhe janë duke ndjekur DJ Sartin dhe jam e sigurt që kanë shijuar shumë këtë bisedë sot me ty, sepse kanë dëgjuar gjëra interesante, ka qenë një bisedë shumë dinamike. Çfarë do t'i thoj atyre sot? Ku do t'i presësh ose ku do t'i ftosh? Së shpejti, koncerti më i afër. Unë jam në çdo fundjavë në Tiranë, për klubet e Tiranës, për momentin, tash në pjesën e dimër, pastaj në verë normalisht që ndryshon edhe ritmi, por në lokalet kryesore të Shqipërisë jam, kështu që kudo që më ndiqni në Instagram, mund të më ndiqni edhe për lokalet e tjera. Edhe mësoni ku mund ta gjeni DJ Sartin, një DJ shumë të talentuar edhe sa mirë që e kemi. Të falenderoj shumë që ishe me mua sot, të kënaqem shumë me këtë bisedë. Turoj më të mira, turoj që të realizosh të gjitha ato, pas ke një vit të ngarkuar përpara. Unë do vi përsëri sepse kur të bëhet gati projekti për të presim me shumë kënaqësi, sepse që edhe projekt shumë i veçantë, edhe shumë ndryshe, të sjellë në një tjetër dimension. Shiko, se do t'jap një mesazh faktikisht. Është një gjë që dua ta bëj dhe për një arsye, që institucionet shqiptare do t'japin pak më shumë njerëzve dhe studentëve të akademisë arteve dhe të bëhen dhe konkurse të muzikës, po themi, klasike, po dhe televizionet do t'japin më shumë hapësirë njerëzve me vlerë dhe jo pa vlerë, sepse po shohim gjëra që këtu po ka kaluar në një fazë që do të bëjmë diçka. Ka arritur momenti që ne të gjithë do të bëjmë diçka.
Ka arritur limiti. Ka arritur limiti. Dhe duhet ta kapim në kohë pa duhet ta tundim pak çdo gjë, edhe administratën dhe artin, sepse po mendoj që një shoqëri pa art është e pakulturuar. Është e varfër shpirtërisht dhe pastaj ajo reflektohet në gjithçka, në sjelljen edhe në gjithë atë individin që formohet dhe kjo është e padiskutueshme. Mund të falenderoj shumë për këtë. Shumë faleminderit. Mesazh të bukur dhe të rëndësishëm që ndave me ne dhe uroj shumë suksese. Faleminderit ju. Faleminderit që ishe me ne DJ Sardi, kemi publicitet, kthehemi pas pak. Jemi kthyer në studio dhe në këtë pjesë të dytë do të ndalojmë te kuzhina, kulinaria dhe te disa receta shumë interesante që shefja Florenca Reçi, mirë se erdhe, kënaqësi që të kam këtu Florenca. Faleminderit Rudina. Do të na sjell disa sugjerime të një pjata ndër më të famshmet meksikane, le të themi që janë tacos. Edhe hyn te ushqimet e shpejta, ushqimet e thjeshta, të cilat kur shohim dikë duke ngrënë tacos direkt na teket për të ngrënë. Neve pra hyn nga ato ushqimet e shijshme shumë që e dim që janë të mira dhe duam ti provojmë. Tacos mund të realizohen edhe në shtëpi, apo jo? Në shtëpi patjetër, me ujë me miell, thjesht i pjekim në tigan, edhe i kemi gati. Kur i blem gati, tacos patjetër që duhet i ngrohim përpara në një tigan përsëri ose në tost, edhe bëjmë mbushjen me të gjitha shijet që janë të konsumueshme në familje. Nëse i duam të ëmbla, mund t'i konsumojmë të ëmbla. Nëse i duam, sigurisht duhet fusim edhe të ëmbla, mund t'i konsumojmë me të ëmbla dhe me fruta të thata, dhe nëse duam t'i konsumojmë për një mëngjes të shpejt ose për një darkë të lehtë, mund t'i konsumojmë me përbërës të ndryshëm. Unë kam zgjedhur vezë omolet, të cilën e kam bërë me pak rigon. Do t'i marrim me radhë pas recetat, po ajo që mund thuhet është që tashmë prej shumë vitesh tacos janë shumë të njohura në Shqipëri, apo jo? Ty vetë të ndodh që ti përgatisësh vetë në shtëpi? Unë i bëj vetë. Po, edhe në programet e tua ku ke qenë dhe tani je në Vision Plus, sepse prezantimin nuk e bëm të plot më herët, në mesdrit apo jo ku ti gatuan gjithmonë ushqime të shijshme çdo ditë. Tacos, çfarë janë për ty vetë personalisht? Hyn tek pjatat e tua të preferuara? Më tepër tacos i pëlqejnë fëmijët, të cilët kanë qef të kenë diçka ta konsumojnë në dorë dhe ta konsumojnë shpejt, por për mua nuk janë shumë të këshillueshme që të bëhen një ushqim i përditshëm. Tacos është një moment sepse hyn te ushqimet të cilat s'na bëjnë mirë, sepse është ushqimi që konsumohet shpejt. Dhe ushqimi që konsumohet shpejt nuk është i shëndetshëm. Duhet të hajmë një ushqim që jemi të ulur, ta konsumojmë avash, të ketë brenda shije të shëndetshme, se sido që me qenë këto jo se s'kan shije të shëndetshme, përbërësit që kemi ne këtu, po janë shumë të mira, por është një që janë të shëndetshme, duhet thënë. Po është ai ushqimi i shpejt, dhe ushqimi i shpejt asnjëherë nuk është i shëndetshëm. Pra ushqimi i gatuar shpejt do të thuash. Po, i gatuar shpejt. Okej, mirë, jo në përditshmëri, po her pas here. Po, her pas here janë të rekomandueshme edhe të shpëtojnë nga situata. Të nxjerrin nga situata. Atëherë, Florenca do ta sjell 3 receta tacos sot në studio. Cilat janë ato 3 lloje kombinimesh të cilat mund t'i përdorim, mund të realizojmë dhe në shtëpi. Kështu që me kujdes, me lapse letër ose bëni foto për të fiksuar këtë moment. Cili është kombinimi i parë i tacos? Shiko, unë kam përgatitur 2 lloj salcas. Një kam përgatitur majonez që futet ke sallata ruse, majonez me karote dhe me pak bizele dhe pak patate, dhe me këtë majonezën do lyej sipërfaqen e një tacoje. Kam përgatitur dhe një krem tjetër me kërpudha, të cilat... Ti marri me radhë dhe që të si tregojmë të gjitha se nga tojmë jashtu. Mirë, dakord. Do bëj një e parë. Dhe me çfarë sugjeron ti ta... Pra me sallatë ruse. Me sallatë ruse. Cilën mund ta përgatisi vetë, po mund ta gjejmë edhe të gatshme. Po, mund ta gjejmë në supermarkete, mund ta bëjmë aty për ata që ndoshta duan ta gatuajnë vetë. Ky lloj salce është shumë e kollajt, mund ta bëj çdo anvish, sepse anvisat shqiptare janë shumë të zonjat, edhe din të gatuajnë, nuk është se s'din. Mjafton të kenë dëshirën për të gatuar për familjen e vet diçka të mirë dhe të shijshme dhe të shëndetshme. Atëherë, këtu te kjo unë do të vendos dhe një prosciutto. Kjo është prosciutto me mish të thatë dhe është e shëndetshme. Se thonë që tani e kapi Florenca me dorë prosciutto, se do ta kishim kapur me piru, po ti ke larduar. Po si kam larduar. Shiko, anvisat ta din shumë mirë, sepse atje në për restorantet ku shkojnë ku gatuajnë,
kur I vjen ajo pjata, nuk e di sa duart mund t'jenë kapur. Për këtë t'jenë të sigurta Anvisat. Edhe kamerën e kemi këtu, kështu që kemi mundësi t'i shojmë. Po. Dhe do vendos, me qënë se e theti. E përdorim piruni, pra, vendosim salatë ruse, prosciutto sipër. Po, do të vendosim edhe një djath, që është një djath pecorino. Ky është djath pecorino, dhe zonjat mund të përdorin çfarë djathi të duan, mund të përdorin djath të bardh, mund të përdorin djath pice, dhe me thënë kjo është një lloj. Unë do t'i vendos edhe disa domate, këto janë domate të kultivuara sigurisht, janë shartuar nuk e di me çfarë, besoj o me kungull, o me... Dhe këto të verdhat nuk janë shumë të ëmbla dhe jo, të lezetshme. Janë shumë të afta. Madje, janë shumë të afta. Ja kaq, do t'i vendos këtë. Mund t'i vendos dhe pak lakër. Mos jevim të gjitha të një kombinim, jo, kombinime të tjera. Ka qa kombinimi të bëj. Kemi të tjera. Këtë po ja hedh për... Pak lakër e kuqe. Pak lakër e kuqe që të ketë brënda kolor, sepse dhe në momentin kur e konsumojmë, një tacos her pas here ja hedhim edhe syrin të shikojmë. Nuk është se po e hajmë dhe se kemi mendjen se çfarë po hajmë. Tani e palosim në dysh, po, ja kështu, dhe do ta marrim këtë, ja përsëri me duar, se nuk kam si ta kap me pirun këtë. Ja kështu. Okej, ja unë po e kap këtë. Po, I largojmë ato. Po. Atëherë, do të bëjmë një tjetër. Këtë tjetrin do ta bëjmë me salsën me kërpudha. Ja ku e kemi këtu. Me salcën me kërpudha. Anvisat mund të kushdo të konsumoj, por unë mendova të vendos salca të bëra vetë, sepse anvisat po të duan mund të lyejnë me majonez, por kjo është më e shëndetshme. Salca e kërpudhave si është e bërë? Është e bërë me kërpudha të bluara, të gatuara më përpara, të bluara, ose I ka ordisin, ose I zjem, edhe I hedhim vaj ulliri, I hedhim erza, I hedhim edhe pak krem djathi. Asgjë tjetër, edhe I kalojmë në frulator dhe krijojmë atë masën kremoze. Unë do t'i heq këto, me qënë se rana aty dhe anvisat kanë merak. Ja do t'i heq këto këtu. Dhe tani, kësaj do t'i vendos lakrën e kuqe. Salcës të kërpudhës, do t'i vendos lakrën e kuqe. Ja, edhe një gjyrë të bukur kjo salca e kërpudhës, pak si gri, kështu duket e lezetshme, edhe kombinon dhe kaq bukur me sallatën e kuqe. Edhe shkon shumë në shije, shkon dhe shumë në shije, me lakrën e kuqe. Kësaj do t'i vendos një vezë omolet. Një çerek veze. Një vezë omolet, të cilën e ke para përgatitur. Po, e kam gatuar unë në shtëpi, thjesht vezë të rrahur, me rigon dhe krip, as edhe një gjë tjetër. Do t'i vendosim dhe djathin. Sepse pa djath nuk shkon. E do gjithmonë. Por thej që edhe djathi mund të jetë shive të ndryshme apo jo? Patjetër. Si të duan, ose çfarë ka në shtëpi. Po, ja u bë edhe një tjetër tacos. Po. Dhe do t'i themi anvisa e takot sigurisht pasi të kenë mbaruar. Taco dhe tacos është në shumës në fakt, se taco është. Takot, po. Tacos është në njërë tani, po. Ska gjë se në pjatë në ra. Po I lyej dhe këtë me kremin e kërpudhës, se kremi kërpudhës është shumë I mirë. Nëse anvisa do t'a bëjnë me vaj ulliri, me krem djathi dhe me erza, është shumë I mirë. Ka dhe atë aromën e mirë. Por në vend të kremit të kërpudhës, për ta bërë ndoshta një të tretë ndryshe, mund t'ishte majoneza. Majoneza, po. Majonez përzier me mustard dhe pak krem djathi, bëhet një lloj kremi tjetër, edhe me pak, po, vaj ulliri. Majonez, mustard, krem djathi. Të treja bashkë. Po. Këtë tani do të vendos prap një vezë. Ja, vendosa që të ketë atë formën e vet. Do t'i vendos avokado. Me avokado këtë herë. Po, me avokado. E që më bërë moj Rudina, po nuk punojt, moj Rudina lëri ato se qëton, po lëri ato se qëton, mba duar, po punojt pa duar, nuk punojt pa duar. Një kur I ketë sa polara në kuzhinë. Po nuk diskutojt. Kur je në restorante kështu pa tjetër duhet vëndorezat, se është e pashmangshme që të punojt me duar. Po kur je në shtëpi, duar lartë dhe punojt pa tjetër, sepse... Ja do t'jedhim dhe disa karota, sepse tham që... Janë dhe të bukura për syren, mirë se të shishme dhe me ingredient fantastik që zgjedhur sot. Jetë marim. Super. Dhe ca karotat I gri. Sa bukur. Dhe do t'i vendos edhe pak salat, kjo është salat Cezar. Po. Dhe kjo salata është shumë e mirë, pse? Se në momentin që ti konsumon këtë lloj takoje, ajo kur kafshohet shkëputet kollaj, sa ajo salata tjetër është dhe pak kështu që të bezdis kur e kafshon. Kjo është salat Cezar, që është një salat shumë e mirë. Po.
është pak e shtrenjtë, por që është sallatë e mirë. Ja tani të bëjmë një tjetër. Ndërkohë u bën 3. U bën 3 tre. receta, se Ja, 3 kombinime kemi thënë ne. Kështu që është bëjmë dhe një? dhe nëse bëjmë dhe një shpejt e Do ta bëj dhe një shpejt e shpejtë. Duke bërë një tjetër kombinim me këto ingredient që ne kemi. Ja, do bëj këtë me Sërish majonez. sallatë ruse, ose me majonez. Me majonez, me majonez, po ndërkohë ka dhe perimet siç sarallata ruse i ka gjithmonë brenda. Do t'i vendos prosciutën. Ja, kështu. Do t'i vendos sallatën Cezar. Jam e sigur që tani të gjithë një pjesë të mirë të paktën, një është tekur për tacos edhe do... Patjetër. Direkt sa të mbaroj programi, do fillojnë të kërkojnë materialet në shtëpi për t'i realizuar, ndërkohë këto pitet kështu gjenden edhe të gatshme, të bjen me njerë edhe... Ja, ku e kemi? Përgatiten. Edhe të katërtën kemi bërë... Të lupshin duar, çfarë bëjmë tani me to, sepse tacos piqen, apo jo? Këto tani Rudina, do t'i fusim ose në tost, ose në një furrë me temperaturë mesatare, jo temperaturë të lartë, dhe kemi përfituar një ushqim të cilin do t'a konsumojmë thjesht fare duke parë një film, edhe rehat për qefin tonë dhe pjatë për para. Një gjë që shijon shumë patim, edhe me ingredient të zgjedhur, kështu që për te fakti që ne themi ushqimi shpejt edhe i bërë kështu pa shumë mundim, ingredientët janë të zgjedhur, pra ti ke në dorë ta kthesh edhe atë lloj ushqimi në të shëndetshëm, ëh? Po, patjetër. Sigurisht jo çdo ditë sepse trupi ka nevojë për gjëra të lëngshme, janë shumë të rëndësishme. Këto janë ushqime të thata, dhe nuk mund të ushqesh çdo ditë me to, por ama herë pas here janë shumë të lezetshme dhe le ti bëjmë pjesë të menus sot sepse nuk ka sepse janë 3 vakte që duhet konsumuar, sepse i konsumojnë 2 herë në javë, nuk ka asnjë gjë. Jo në vaktin e rëndësishëm që është dreka, por në një vakt ose mbasdite ose në darke, si të do, ose në mëngjes është akoma më i mirë, se kemi shumë argjim energjie edhe i tresi më kollaj. Për ta bërë edhe më plotësisht meksikane pjatën, na ka munguar pak salcë djegëse, që mund të kishim hedhur, po mbetet në preferencën e gjithsesi. I kam hedhur pak piper, po salcën djegëse, nga që e di që nuk është e preferuar atë gjithve, prandaj nuk e solla. Lihet në dëshime se cilit nëse do të kërkon, gjithë se cili dhe mund të hedhi atje në pjesën e brendshme. Çfarë do gatuar sot për darkë në shtëpinë tënde? Në shtëpinë time unë kam kohë Rudina, po e them që unë në 6:30 e mbyll, nuk konsumoj më asgjë. Bravo. Dhe absolutisht asgjë, mundet. Është një nga sekretet të të jetuarit gjatë, kjo lloj mënyre të ushqyerit, ta dini. Unë mundet, para gjumit, mund të pi një gotë qumësh asgjë tjetër, dhe më zë gjumi top. Sa e pijat? Dhe unë të roj sot një mbrëmje të qetë, të bukur, shijoje, një ditë të mbarë nesër, dhe të falenderoj shumë për këto receta kaq interesante të shijshme, që na solle sot propozime, sugjerime për të realizuar dhe për të gatuar tacos, për të përgatitur më saktë tacos në shtëpi të thjeshta, por të shijshme dhe të shëndetshme. Të falenderoj shumë Florinda e dashur që ishe me mua. Turoj më të mira dhe të presim sërish. Turoj punë të mbarë ndërkohë. Faleminderit. Kemi publicitet, kemi pas pak. Jemi këtër në studio, jemi në pjesën e tretë në rubrikën tonë Ligji i rrugës ose rubrika me avokatin, dhe jemi pikërisht me avokatin e mirënjohur Margarita Kola. Mirë se erdhe dashur. Faleminderit Margarita, faleminderit që jemi ne sot. Do të thjellim sërish një tjetër situatë, një tjetër episod jete, i cili vjen nga një mesazh, le të themi, që na është dërguar, por që unë besoj që është një situatë ku secili prej nesh e gjen veten, ose të paktën e ka përjetuar në një moment apo në një tjetër, sidomos kur jetohet në ambiente si pallate, ndërtesa ku fqinjët janë ngjitur me njëri tjetrin. Le të dëgjojmë fillimisht mesazhin, ose le ta lexojmë së bashku, dhe më pas sigurisht zonja Margarita do të na shpjegojë edhe situatën dhe çfarë si duhet zgjidhur në këtë moment. Atëherë, ja tek e kemi dhe le të themi kemi sjell një përmbledhje të mesazhit që na ka ardhur prej shumë kohësh, thotë: "Fqinji im mban televizorin ndezur me një volum shumë të lartë përgjatë gjithë natës, duke na e bërë të pamundur të flem gjumë. Ai është një burr i moshuar që jeton vetëm dhe ndjek deri në orët e para të mëngjesit me një volum shumë të lartë çdo program në televizor, duke e bërë këtë situatë shumë të vështirë. Ndonse i kam thënë disa herë që ta ul volumin dhe ai ka thënë po, por sërish nuk ka ndryshuar gjë. Ndërkohë edhe në hotele ku muret janë më të hollë, nuk dëgjohet fare, thot zëri i televizorit. Çfarë mund të bëj unë për ta zgjidhur këtë situatë?"
kjo është një situatë që, me thënë të drejtën, së shfare e rehatshme, do me thënë të kur gjumi nuk bëhet i qetë, imagjino se sa të shumë të e pasojat më pas në jetën e gjithë secilit. Por, në fakt është edhe pak e komplikuar. Sa do e thjesht që duket, si mendon zonja avokate? Se gjërat e thjeshta janë më të komplikuarat ndonjëherë. Faktikisht, e di pse, po, ndërsa dëgjoja mesazhin, po buzëqeshja sepse më ka ndodhur dhe mua ky rast. Dhe pikërisht me një person të moshuar. Po. Unë ndjesha në siklet kur i thosha sepse ai nuk e bënte me qëllim, po thjesht nuk dëgjonte mirë nga veshët. Me siguri. Dhe në fakt ne e zgjidhëm kështu Rudina, po kjo nuk është se është receta më e mirë për ta zgjidhur, po ne e zgjidhëm kështu, ai ndryshoi pozicionin e televizorit se binte në murin ngjitur me dhomën time të gjumit. Sa ashtu ishte pozicioni apartament. Sidomos unë që nuk bëja të gjumin shumë të thellë, se ka njerëz që mund të bien në një gjumë të thellë dhe nuk e ndjej. Unë nuk bie në gjumin e thellë dhe gjithmonë e ndjeja. Ishte shumë dashamirës në rastin tim dhe e ndryshoi pozicionin e televizorit. Pra ju folët, komunikuat, ja shpjeguat problemin. Dhe ai përsëri e mbante lart, por nuk dëgjohesh tek mua zëri sepse nuk ishte më në dy muret ngjitës. Sidomos kjo ndodh në disa shikon, në fakt Rudina, problemi vjen nga mënyra se si ne ndërtojmë, sepse ndërtimet e reja, me sa jam unë në dieni, janë ndërtime të cilat po bëhen më me rregull dhe më me izolim të plot, sepse duhet të jenë të tilla që mos të dëgjohet zëri. Por në rastet kur dëgjohet është shumë e vështirë dhe për atë personin që e ndjen për ditë, po dhe për personin i cili nuk e bën me qëllim, por ndoshta nuk dëgjon. Shiko, Rudina, nuk është se legjislacioni jon, duhet të jemi sinqert, është një rast, prandaj thash edhe është pak më ndërlikuar, siç tha dhe ju, nuk parashikon ndonjë hapësirë specifike në rastet kur zhurma bëhet në një ambient të përbashkët. Ne kemi një nen i cili ka të bëjë me... Jo, ai zhurmën e bën në ambientin e vetë. Po jo kur e shkakton efektin në një ambient të përbashkët. Ne në fakt kemi një nen që është neni 274, pa i ka të bëjë me prishjen e qetësisë publike. Në fakt, legjislatorët janë marrë vetëm me faktin kur qetësia prishet në ambiente publike. Por, ama, kanë parashikuar në kodin e ri që është duke u diskutuar dhe duke u ndryshuar dhe unë pash që aty kishte një rregullim në një paragraf edhe për raste të tilla. Si duket kanë marrë parasysh faktin që ka pasur plot shqetësime të tilla. Kështu që po ju them të gjithëve kur kanë raste të tilla, që nga miratimi i kodit dhe më vonë bëhen përgjegjës ligjor për situatën që ndodh, kështu që të kenë kujdes. Duhet të jem patjetër të kujdesëm sepse dënohen me gjob deri në 3 muaj burg. Është përcaktuar në kodin e ri. Deri tani çështje të tilla. Pra personi që shkakton zhurmën, po, dënohet me gjob dhe gjoba nuk janë goxha gjoba të cilat mund t'i konsideroj të kripura, deri në 3 muaj burg, nëse ai e bën në mënyrë të përsëritur. Deri tani çështje të tilla më shumë janë trajtuar ose nuk janë trajtuar, kryesisht njerëzit janë munduar t'i zgjidhin me marrëveshje, ndonjëherë janë ngritur dhe tonet dhe zërat, se ne shqiptarët jemi pak gjaknxetë dhe pak impulsiv, por kryesisht nuk janë trajtuar në rrugë ligjore deri tani. Unë them që tashmë kodi i ri do ta fusin në një ulluk ligjor dhe njerëzit duhet të jenë shumë të kujdesshëm. Nuk është se ne duhet i rregullojmë këto marrëdhënie se na detyron ligji, por në radhë të parë edukojmë veten që duhet mos t'ia prishim qetësinë atij tjetrit dhe në rastet kur ne kemi mundësi ta evitojmë këtë, pse duhet të bëjmë gjullurdi dhe zhurmë, mund ta evitojmë me shumë qetësi, duke i thënë faleminderit njëri tjetrit sepse jemi komshi, në të mirë dhe në të keq Rudina. Kur të kemi të keq do t'i bjem derës së komshiu. Sepse sot dihet që shqiptarët njerëzit e tyre i kanë të larguar kilometra të tërë në vendet tuaja dhe ne komshiun kemi për të keq dhe për të mirë. Unë gjithmonë jam për ta zgjidhur me mirë kuptim këtë çështje, sepse gjithmonë e kam thënë dhe patjetër, po jo në rastin ton zotria nuk është se kundërshton. Ai është shumë dakord që duhet ta ul zëri dhe ai me vetë ndoshta e ul zëri, por nuk e dëgjon. Sërish ai volum është shqetësues për fqinje. Po ja në këtë rast mund ta ndronte pozicionin e televizionit, të televizorit, se thashtë të televizorit, sepse... Në hotele, për shumë çfarë ndodh nga njerë, që për të shmangur pikërisht të lloj përplasje... Nuk i bëjnë... Jo, e programojnë volumin e televizorit që ti nuk mund ta çosh deri në fund. Sidomos pra ruan një volum që ti provon ta ngresh në televizorit. Sidomos në hotelet e huaja kjo ndodh gjithmonë. Për ta pasur në kontroll volumin e zërit, pra nuk e tejkalon asnjëherë masën.
sepse ai e ka programuar dhe e ka vendosur volumin në një nivel mesatar, shumë e vërtet, dhe për hotelet, me sa di unë, ka disa VKM që kanë dalë nga qeveria që hotelet duhet të kenë disa standarte kur ndërtohen dhe një prej standarteve është dhe rregullat për ndotjen akustike. Pra, ti shkon në hotel për qetësi, mund të kesh ardhur i lodhur ose mund të kesh ardhur për qetësi, ke qenë në pushime, kështu që evitohen nëpër hotele. Kjo është një zgjidhje që nuk sugjerohet dot këtu në këtë rast nuk sugjerohet. Këtu është vetëm mirë kuptimi, se nuk dëgjon fare. Çfarë do t'i sugjeroj në këtë rast? Unë do t'i sugjeroja që edhe personi i cili e ka këtë problemin me shumë qetësi ta bindi se është dhe moshe moshuar. Se ta ndihmoj. Po, ta ndihmoj. Pra, sa i s'mundet vetë të bëj ndryshimin. Të bëj ndryshimin edhe ndoshta për shembull mund në këtë rast të rregullohet edhe me kufje, për shembull, nëse vendos një kufje të cilën ta dëgjoj për vete, dhe ka disa mënyra Rudina që sugjeroj. Nuk është se ka një recetë perfekte, por receta perfekte fillon nga fakti që të dy duhet të kenë mirësinë që të kuptoj njëri tjetrin dhe të dy të ndihmojnë njëri tjetrin. Ndërsa pastaj me ligj unë thash me kodin e ri kjo do të adresohet, sepse ka qenë pak si ambigue. Nëse je në shtëpi me qira, është vetmja formë është do iki po të zhvendosesh, po të shpëtosh. Në një tjetri, ta vetën e ashtu e zgjidh, po çfarë ti bësh kur je dhe nuk ke mundësi të gjesh një shtëpi tjetër dhe do jetosh aty. I njëjti problem lidh se tani që po flasim më kujtua edhe kur bëhet fjala kur ka një instrument muzikor në një familje, edhe dikush luan me të, po ndërkohë ndoshta volumi mund të jetë shumë i lartë dhe mund të shqetësojë fqinjen. Kjo është pak më e bezdisur, shumë e bezdisur, po. Dhe këtë mendoj që ata që luajnë instrumenta muzikor, unë mendoj që në shtëpi kjo nuk, ata duhet të trajnohen ose të stërviten për instrumentin muzikor në vende të duhura. Jo, sepse ajo do jetë e përditshme, e disa orshme, jo, ajo duhet adresuar me njëherë dhe unë mendoj që në këto raste e kemi shumë në dorë që mos ta bëjmë. Të vemi në vendet ku ka studio që punohet ose në shtëpi ose në zyra ku, si të themun, atelje muzikore ku ti shkon edhe stërvitesh për këtë gjë. Dikush që e ka instrumentin në shtëpi, thotë për çfarë e ka marrë një instrument? Po mirë, le ti bjeri pak me volum më të ulët, Rudina. E kupton? Pianot për shembull, pianot e kanë një. E kanë një po. Unë mendoj që dhe violinat, unë nuk është se jam specialiste e kësaj, por kam dëgjuar nga muzikantët që edhe violinën mund të akordosh në mënyrë të tillë që të dëgjohet më pak. Pianoa është sigur se unë kam piano vetë në shtëpi, i ka rënë vajza e madhe dhe ka një sistem që ti e komandon. Volumin dhe programon që të mos shkojë më lart. Që mos të shkojë më lart. Dhe sidomos Rudina është shumë e rëndësishme që edhe kur i bie instrumentit mund t'i biesh ndoshta në kohën që të tjerët janë në punë. Dhe shtëpitë e komshiut mund t'i jenë bosh. Por në darkë, kur njerëzit mblidhen në shtëpi, duan të rinë me familjen e tyre, kanë kohën e përbashkët, janë të lodhur, duhet ta evitosh. Sado gjeni edhe talent të jesh ti në instrumentin e pianos apo të violinos, më mirë kurse je, sepse janë aq të lodhur njerëzit. Po janë shumë të lodhur njerëzit, po. Pastaj komshiu të thotë vetë. Mund ta justifikojnë me faktin që unë i bie aq bukur sa po i dhuroj një koncert falas qinjet. Po prandaj faleminderit shumë. Ndodhet edhe kështu, po jo gjithmonë. Faleminderit shumë. Njerë mund të jetë, mund ta shijojmë, po të marrë në telefon. Unë si duket marrim, ndodh shpesh Rudina kur jemi së bashku në studio, njerëzit na ndjekin dhe është një kënaqësi e veçantë dhe pastaj duan të hyjnë në bisedë ose më pyesin pas emisionit. La Margarita, unë të falenderoj shumë që ishe me ne sot. Faleminderit ju. Faleminderit shumë. Ne ndërkohë për herë tema shumë do t'jemi sigurisht edhe javën e ardhshme, si gjithmonë, se këto janë temat ne kemi thënë, tema dhe problematika mes njerëzve ka pafund. Jetës së përbashkët. Por ne jemi fokusuar pikërisht tek ato që shqetësojnë në përditshmërinë dhe që janë probleme që mund të zgjidhen fare mirë me mirëkuptime dhe me marrëveshje. Dhe në fakt fokusi gjithmonë dhe mesazhi kryesor është ky, që të merremi vesh me fjalë. Të merremi vesh me fjalë. Të merremi vesh me njëri tjetrin. Për të mos shkuar tek zgjidhja pastaj që është ligji i cili ndërhyn edhe. Ne kemi ligjin, po e vendos ai si thua. Po për ta shmangur atë është mirë që të merremi vesh me njëri tjetrin edhe të mbetemi fqinj të mirë, edhe të bashkëjetojmë në harmoni me njëri tjetrin. Falenderoj shumë zë Margarita, të mirpresim sërish në studio. Faleminderit që na ndoqët, të dashur teleshikues. Do të jemi sërish nesër, natën e mirë.